Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vazhdoi betejën e përditshme për të bindur opinionin brenda dhe jashtë vendit se procesi 11 majit ishte farsë elektorale. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se edhe në Tiranë u shtrua presion mbi zgjedhësit nëpërmjet bandave kriminale. Hakmarrja për drejtësi është një bandë me degën e saj të fuqishme në Tiranë. Pavarësisht se tani për tani headquarterin e ka në Lushnjë, por në Tiranë janë eksponent kryesor të saj ndër të cilët dabullët, segmentet të bandës Shullazit dhe bandit të tjerë janë marrë ditë e natë me kërcënimin e votuesve dhe blerjen e votave. Berisha sqaroi se Partia Demokratike po shpërndan tek faktorin ndërkombëtar raportin e dytë për procesin e 11 majit, duke përsëritur se këto zgjedhje nuk do të njihen. Partia Demokratike deklaron se nuk jep kurrë të farsë elektorale, farsa më shëmtuar e zhvilluar që nga rënja e perdes hekur gjerë sot në Europë. Ndërkaq Berisha mbështeti kërkesën e kandidatëve të Partisë Demokratike për rinumërimin e votave. Nuk kemi standardin e Dirams që ndalon transparencën. Atë nuk e bëjmë kurrë. Edhe para 2 ditësh, padje kam ripërsëritur udhëzimin më parshëm që çdo kandidat që kërkon transparencë të jepet mbështetja e plot nga partia. Pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më tani kanë mbritur 4 kërkesa për rinumërimin e votave nga kandidatët e Partisë Demokratike: Ilir Ali Mehmeti, Mozada Armada, Lisandër Hoxha e Aulon Kalaja.